Këshilli Komunal i Gjakovës ka nderuar me titullin e mirënjohjes kreun e Partisë Socialiste Edi Rama, i cili ndodhet në Kosovë në kuadër të turit të tij, Flamujt Shqiptar, një itinerar historik nga 1912-2012. Titulli është dorëzuar shefit të opozitës nga kreu i komunës Gjakov Palekaj gjatë takimit të mbajtur në këtë qytet. Pas marrjes së kësaj dekorate, Rama tha se festa e 100 vjetorit duhet të pasohet me bashkëpunim të ngushtë në disa fusha ekonomike. Ne kemi një shans dhe një detyrim historik që lirin që tani më e kemi në dy anët e kufirit ta kthejmë në një fuqi të madhe transformimesh. Kemi nevojë që të projektojmë një të ardhme ku jo vetëm përmirësimet e infrastrukturës, por ekonomia jonë të shihet si një terren mundësisht përbashkëta. Ekspozita e Ramës në Gjakov me 30 flamuj dhe rreth 50 dokumente të ndryshme gjatë këtyre 100 vjetëve vjen pas asaj të mbajtur në Prishtinë. Kryesocialisti do të vijojë turin e tij në pjesën më të madhe të qyteteve të Kosovës për të promovuar vlerat e përbashkëta të kombit shqiptar.